Strukturat akomoduese me qira ditore si B&B dhe bujtinat, që deri tani nuk paguanin detyrime vendore si taksat e infrastrukturës arsimore apo tarifat e pastrimit, pritet të përfshirë në regjimin e ri fiskal lokal të propozuar nga Bashkia e Tiranës. Projekt vendimi i ri, i titulluar për disa shtesa dhe ndryshime në sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës, propozon që përveç hoteleve dhe moteleve, këto struktura të përfshihen në përllogëritjen e taksave me bazë të xhiros vjetore. Si do të llogariten tarifat për B&B dhe bujtinat? Bazuar në vendimin ekzistues numër 158, datë 26/12/2019, këto janë skemat e reja që do të aplikohen. Tarifa e pastrimit për xhirot nga 0 në 2 milion lek, 5.750 lek në vit, për xhirot nga 2 deri në 8 milion lek, tarif fikse 11.500 lek, plus 1.150 lek për çdo dhomë. Xhirot mbi 8 milion lek, tarifa fikse 34.500 lek, plus 1.725 lek për dhomë. Bizneset VIP, tarif fikse 69.000 lek, plus 2.900 lek për dhomë. Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore, xhirot nga 0 në 2 milion lek, 2.500 lek në vit, xhirot nga 2 deri në 8 milion lek, 4.000 lek në vit, xhirot mbi 8 milion lek, 17.000 lek në vit, bizneset VIP 32.000 lek në vit. Kjo do thotë se një B&B me 5 dhoma dhe xhiro 3 milion lek do të paguaj tarif pastrimi 11.500 lek për secilën dhomë, që është e barazvlefshme me 17.250 lek, taks për infrastrukturën arsimore 4.000 lek, totali vjetor 21.250 lek. Depot farmaceutike, që më parë kategorizoheshin si shitje me pakicë, do të riemërohen si subjekte të shitjes me shumicë në kategorinë magazina, dyqane, depo farmaceutike e të tjerë. Te kategoria e njësive të shërbimit, marangoz, kapucar, rroba qepës, floktor, orndreqës, shtohen edhe bujaxhin dhe hidraulikët, duke saktësuar se nuk klasifikohen si biznese ndërtimi. Për institucionet jo publike të edukimit, shkolla, qerdhe dhe kopshte dhe klinikat mjekësore, hiqet referenca për ndarjen sipas xhiros në rastin kur nuk kalojnë pragun e regjistrimit në TVSH për të shmangur kontradita në statusin tatimor. Projekt vendimi është ende në fazë konsultimi dhe nëse miratohet, pritet të hyjë në fuqi brenda këtij viti, duke ndikuar qindra biznese të vogla që operojnë me qira ditore në qytetin e Tiranës.